Are you ready? Sa i derje Berk, nuk të mbyllet kjo. Kam marrë këtu roba me vete, që janë për të shkurtuar ose ngushtuar. Mirë mëngjes ju thash, përshëndetje ju thash, mirë se vini ju thash, nuk ju thash. Po, kështu që mora këto, dhe shkojmë te kinezi, t'ja çoj. Se më ka ngelur aty në shtëpi, në këtë qese nuk mundem ta shoh më, plus nuk mundem t'i vesh, derisa të bëj atë që është për të bërë. Dan, i lash, e di që do më ikën shumë lek, se kisha të ngushtoj fustane, të pres fustane që ishin me 2 copë, do ikën ato lekët, po tani s'kam ç'a bëj. Të paktën nuk i kam bler ato robat. Gjysma e të keqes, mi kanë dërguar. Halli është që aty kinezët nuk e ndezën air conditionin. Edhe un vish ndro, tani po kulloj. Po duroja dot veten. Po më vinte, e s'di që edhe ajo po më prekte dhe un isha e djersitur se si më vinte për veten, edhe pse un jam e lar po. 2 sekonda te ajo dyqani ashtu vdiqa. Plus ky weekendi do jetë më ngrohtë i vitit, do arrin 40 gradë, kështu që super. Kam ndjedhe një film në Netflix që desha t'ja u këshilloj, në italisht Altruisti si diventa, në anglisht The Fundaments of Caring. Ishte hera e dytë që po e shohëm këtë filmin, po unë nuk kam memorie në përgjithësi si njeri. Edhe pas trailerin e thasha e bukur, Klajti më tha më duket e kemi parë, i thash nuk e kemi parë burrë se nuk më kujtojt as në skenë, as gjysmë skenë, se kemi parë. Fillovi filmi i thash, ore mbase e kemi parë. Edhe e kishim parë, sepse nga kjo skena më ka ngelur një ide traumatike dhe trurim për makinën që ta ngresh shumë mirë atë frenën e dorës, se ka ndodhur diçka te ky film që ka të bëjë me atë që unë nuk e mbaj mend që ka ndodhur te ky film, po ky film ka të krijuar këtë trauma në mua. Gjithsesi, është shumë film i bukur, është e must see, duhet ta shihni, është realisht shumë nice se të bën të qeshësh, e të reflektosh në përgjithësi. Ishte një 9 nga 10. Ishte mua. Plus më shkruani juve filma në Netflix që më këshilloni shumë të bukura. Jo filma të tipit nga ato më adoleshencialet apo ato romantikue apo njërin tjetrën. Filma që keni parë e ju kanë lënë diçka që nuk e harroni dot, që ju kanë bërë të mendoni. Dua të më këshilloni filma që janë vërtet të bukura, që në një farë lloj mënyre ju ndryshovën mendimin te diçka ose ju hapën një tjetër horizont. Nga Jur Buskuqi. Thuaj se po. Angela, what are you doing here again? Më duhen mua gota, jo. Sa të bukura janë këto gotat. Made in France është gjithsesi. Kur të bash llogarit. 1, 2, 3. Ha, këtë për gjalpin në njerës, po Klajdi më thotë që nuk kemi gjalp në shtëpi. Do desha të jetë pak më e vogël se kaq, po 2 euro janë, po s'kam vend në frigore. Po pëlcas, po vdes, nuk dua të dal më nga shtëpia. Kush ishte e prishur? Si ma fusën kështu mua gjithmonë? T'ja kthej tani. Le, u ba tani, ç'a do kthesh në shtëpi? Po, i kam dhënë për pamirësi le. Erdha në të përdorurat këtë javë, jo se desha, se më duhej një gjë. Neve me Lushen luaj me topka, me ato topkat e tenisit në përgjithësi, që hidhet ti kapi, vdes për ato topkat, edhe më kishin mbaruar. Nuk isha me topka, duke qenë që donjëherë na dalën nga oborion, shkojnë te rruga kryesore, edhe humbën përgjithmonë. Edhe dje vjen Klajdi i themen, ai kanë humbur të gjitha topkat e tenisit, duhet të shkojmë në të përdorurat inshallah gjej. Se njëherë në kaq gjej në të përdorurat. Edhe gjëja e para që shoh kur futem sot çarisht, një qese plot topka tenisi 3 euro të gjitha këto. Që të luaj Lushka ime të kënaqet i bukur i Mahamit vet. Nuk e di po duket nga xhami i burit, po e ka aty qelbur makinën, është urgjent për tu larë. Kam një ide, po se kur t'jap ty 16 euro të malashti, të t'jelan me shpirt, me zemër, e ban tamam punën. Ja. 20, Ja. që 20 edhe do të blej lut. Ja. Vajtëm pak edhe në super që mos i bënim të shpërndara gjysmat në mëngjes, gjysmat në drek ose gjysmat nesër. Frutat, verdurat që marrëm i dini, por mora këto akullore. Nuk janë akullore, janë gjatë çoli. Që mua në përgjithësi këto më pëlqejnë. Dhe më tha Leana, që kishte parë në TikTok njerin që merret me regjime dietë, që këto kanë më pak kaloritë se çdo akullore tjetër. Edhe e dini çfarë? Unë gjithmonë lexoj karbohidratit edhe sheqerat. Edhe këto kanë brenda 0.5. 0.5 janë shumë pak biles. Sepse mora edhe kefir, morëm këto biot. Kefiri ka 4 gram. Kjo ka 0.5, ka më pak se kefiri. Supozoj që këto janë thjesht ujë me ngjyrë. Do shohim tani. Pastaj pero, tjetër edhe këto akullore. To kuçoloni quhen, jo kuçoloti, që i kishim në Greqi, nuk ishin këtë emër, po i kishim në Greqi dhe i haja kur isha vogël, mora edhe këto. Këto nga ana tjetër kanë brenda 49 gram nga 0.5. Mora këto me 0.5 për dietë, mora këto me 49 gram. Gjithsesi, po i them për ju që ju intereson. Unë jam okay. Morëm kosin grek për në mëngjes për proteina.
Morëm pak ananas, prerë, se s'kemi nerva. Mori buri mango, se i pëlqen shumë. Mora edhe ca nga këto për kosin, edhe pash një tjetër unë që thonim, që edhe ai është kështu tip palestreje, edhe tregon edhe ushqimet që han. Edhe mirë të njoki, këto këtu, që njokit janë si tip makarone, por që nuk bëhet me farina, me miell, bëhet me patate. Kjo është me patate dhe me spinaq. Edhe këto njokit nuk i hante të zjera, por i fuste brenda te airfryeri edhe dilnin si krokante, si krecka, edhe i bashkonte me mishpule, për shembull, hante këto të dyja. I thash buri, do ta provojmë të shohim mos na pëlqen. Kështu që morëm me njokit ta provojmë. Morëm deodorant që na kishim mbaruar të dyve dhe kjo mbante shumë herë të mirë që mora. Fantastike! Është me dragon fruit dhe coconut cream scent. Ja. Ku janë gjërat që bleva unë të përdorurat? Aty janë. Mora edhe ca trëndafilka. Gjeta këte në të përdorurat. Edhe shumë e bukur e mora unë. Po, nuk pash këtë detaj nga poshtë. Shqyr zotit kushton të €1. Tani supozoj që kjo disi bëhet që të qepet, por prap do duket çarja. Më erdhi inat që nuk e pash në kohë, sepse do njëri bëj këto gabimet. Nuk e kontrolloj shumë mirë. Unë e pash rreth rrotull, thasha nuk ka asnjë defekt, duket super e bukur ta marr. Po. Mora edhe këtë. Ishte €2 kjo, love it. Edhe hap, edhe është për piknik brenda. Supozoj është për mëngjesin, që të vesh këtu brenda veska, frutka. Nuk e di. Thash mund të bëjmë dikur piknik, pse mos e kem. Kam bërë ndonjëherë piknik. Jo. Por po bërë? Jam e përgatitur. Si po i shoh të gjitha këtu, dua të ha një nga të gjitha tani. Mundojmë t'i vetë të gjitha gjërat në përvende bukur e bukur, të sistemojt këtu rumuja e të mundemi të gatuajmë. Me rumuj nuk bëhet e drejt për të ngrënë. Këto trëndafilat që thoni, shkruani sipër që kushtojnë 630, e thoshte plus 30% plus. Kishte edhe një tjetër etiket që thoshte 30% ulje, edhe unë mendovaj që do i marr 4,5, por jo, 630. Il prezzo indicato è già scontato. Ishte shkruar. Okej, po nuk e lexova. Unë pas 30% ulje thash super. Po i marr me super ulje. Nuk e mora me super ulje. Edhe aty në të përdorurat nga jashtë, se të përdorurat që shkojmë në Modena janë jashtë varezave. Ka lule. Edhe aty i marr me 5 euro. Super çmim. Ku është? E hengra mbarovi. Dove lavatrice. The weekend është rasma e Jeff Bezos njerëz. Në Venecia. Jeff Bezos është fondatori i Amazon. Është njeriu i tretë më i pasur në botë. Ka prenotuar gjithë Venecian për veten e tij të ftuarit e vet. Burim gjithmonë mbas dreke, pin edhe një kafë që të vijë shumë vete. Ndërkohë, venecian kanë dalë në rrugë po bëjnë protesta për këtë situatën, duke qenë që për dasmën e këtij Jeff Bezos ka mbyllur shumë rrugë nga të cilat njerëzit shkonin në shtëpitë e tyre, por tani kanë mbyllur ato rrugët për privacy-n e kësaj elitit, e kësaj dasmeje e këtij eventit, kështu që njerëzit po protestojnë. Po supozoj që Jeff Bezos i plasi, nuk i intereson fare, i barabartë atë që ka për ta bërë po e bën. Plus ata po i bëjnë edhe publicitet, mos ju them. Dhe edhe në çfarë ai ka lekë mund të bëjë çfarë dojnë në fund të ditës. Mund të prenantoj një ishull, e prenanton. Halli është që si ishulli pranon ti që orientoj për ditëshmërinë banorëve për një dasëm. Po jo, do të thënë ai mund t'i thotë, "Okej, do kshu, do ju japëm kshu, do ju japëm ashtu", por nuk do ja mbyllim njerëzve rrugët, sepse ata që jetojnë, punojnë, studiojnë edhe s'kan pse të vuajnë për dasmën tate. Hoqa vape! Besoj që mundet të zjet një vezë këtu brenda. Në këtë pikë po nderoj momentin që do vi vjeshta. Çfarë sa jo decka ty që parin, oqe, njerëz, shikoni, i ka gja marrë topin e vetë të ri, e ka vjedhur, se s'ja kam dhe nasu në sklajdi, nuk e di si e ka marrë. Këtu, kemi një këshu me roba, që ishte aty lartë, po i thash buri djetë ma zbret, se të vetë sa roba dimri që më kishin ngelur akoma. Dhe vërtet është që ka pak roba dimri të tjerë, që aty janë gjupat tur, por duhet t'i qem t'i lajmë. Gjithsesi, buri tani këtë do e verë të vendi. Nuk do i vija ti. Dhe pastaj una do paketoj një dy gjëra ti çosh lart te Papa Fingoja. Ha 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 ha. Tani po vjen prap dimri. U bën që ti zbrecëm prap. Dami ungër. Unë ke? Po i heqe gjyboksat se derisa të vendosim ne t'i lajmë. Javën tjetër t'i lajmë. Po, javën tjetër do i lajmë. Sigur javën tjetër që do iku në Shqipëri. Po. Jo, ti do ikësh javën tjetër akoma. Jo, ka javë thua ti t'i lajmë. Tani që erdhi. Hana. Do i qosh të henen? Po. Mos i qoj në Papa Fingo. Jo. Po si qove të henen, që do bëj? Do i qoj bashkë. Lena, ty do qojmë bashkë. Okej, qoj këto burët pak, nuk pa puna, që të bëjmë? Dje që më zbriti klejtë atë të bardhen, kuptova që kam bërë shumë roba. Thuaj se jam gati për një bazar të dytë. Lejkërilin, kam tepër shumë roba njerëz. Edhe tani duhet shkojnë dhe të bëj një unboxing me roba. Unboxing time!
Unë duhet të heq këtë fustanin si fillim, të vishe me roba si prej shtëpie, se dua të vej një fshes, duke qenë që dje u kthe Klajdi nga puna, dhe kur kthehet Klajdi nga puna, Milo tërbohet nga gëzimi. Hidhet kënde, luan ande, edhe sa herë që ai lëvizet, mbushet shtëpia me lesh, kështu që duhet ta heq atë leshin që prodhovi dje. Plus këtë javë, vajta për kartën e identitetit, aplikova, vajta njërë në një vend, ata më dërguan te karabinieri në një vend tjetër. Unë mendoja që të karabinieri isha, po jo, ishte policia. Edhe karabinieri është gjë tjetër këtu me policin. Diçka të këtij. Vajta atje, bëra denoncimin që atje vajta te komuna më thanë duhet i kishe marrë apuntament. E kemi apuntament mbas një muaji që të vish. Po erdhi ajo goca që i bente këto procedurat që dëgjovi këtë, më tha mua i ke të gjitha letrat, i thash i kam, ja, e më tha okay, riprit këtu, më tha kur të mbaroj me të gjithë, të vish ti të ta bëj. E falenderova shumë gruan e huj, që ishte kaq gentile, kaq e mirë me mua, nuk ishte pse të bëj. Prita aty edhe këtë javë do shkojmë ta marrëm kartën e identitetit. Edhe pse ajo karta e identitetit, mua më duhet vetëm brenda Italisë. Nga momenti që unë nuk kam cittadinancën italiane, nuk mundem ta përdor atë kartë identitetit jashtë shtetit. Domethënë nuk mund të udhëtoj me atë kartë identiteti. Mund të udhëtoj me kartën e identitetit greke që kam, por jo me këtë italian. Gjithsesi bera e hoqja si siklete dhe atë që nuk po dëroja dot. Këtë javë kam e kurosur, edhe barabart se kam mbaruar. Domethënë e kurosa shumicën, nga fundi mbaroi ujti, edhe nga fundi kishin ngelur një dy këmishe, një dy fustane. Edhe janë ato që përtoj më shumë nga të gjitha të bëj. Kështu që i kam braktisur duhet t'i bëj, ato duhet t'i bëj veç nga rrobat e tjera. Se kur bëj rrobat e tjera që janë kuantitet, bluza, pantallona, le në fund këto e gjithmonë më mbaron ujë në fund edhe durimi edhe nuk i bëj. Kështu që ato duhet t'i bëj veç, duhet t'i bëj një nga këto ditë. Më shkrojti një gocë, besoj e pat shumica, nuk e komentovat se komentuat ju në vendit tim, që vloget e mia nuk janë me estetik si kanë qenë dikur edhe pse gjëra të këtilla. Edhe kjo do jetë një nga ato videot jo estetik, duke qenë që jeta ime në këtë periudhë është më shumë rutinë se sa gjë tjetër, kështu që po keni ardhur të shikoni skena estetike dhe vlog estetik, it's not it. Është një vlog ku flasëm, një tregoj rutinën, bëjmë çit chat këtu me subscriberat e mi, bëjmë punkat bashkë, gjëra të këtilla, duke qenë që jashtë 40 gradë. Nuk jam reprezentanti i vlogve estetike në Shqipëri, e sigurt kjo gjë. Domethënë kemi bërë shumë video të bukura këto kohë nga Shqipëria, që vajtëm Greqi, që vajtëm në Amalfi, Trentino para këtyre. Domethënë bërëm në një muaj e gjysmë mjaft shumë kontent të bukur me udhëtime ndryshme. Edhe tani është ai momenti që harron pak kreativiteti, edhe ne si creators pësojmë edhe burnout. Të paktën unë e pësoj. Në gusht do bëhet një vit që unë bëj video çdo javë. Mund të mos kem bërë ndonjë javë, po prap, neve kur bëjmë punën tonë, prodhojmë me trurin më shumë se sa që prodhojmë me trup, që t'japim diçka materiale. Kështu që truri punon e pastaj fillon e bëhet pip, fillon e digjet, bën atë burnoutin që themi. Unë jam te kjo fazë e jetës time, edhe të kontentit tim. Edhe në fillim kjo gjë më stresonte shumë kur më ndodhte, nuk kuptoja çfarë është kjo që po më ndodh. Edhe më vinte inat me veten time, më vinte bezdim me veten time që nuk mund t'i jepja më tepër. Por me vitet, duke qenë që tani po bëjmë 6 vjet YouTube, kuptova që kjo është diçka shumë normale kësaj procedurës, lodhet truri njeriu, e fillon edhe bjen energjia, fillon e bjen kreativiteti. Tani afrohet gushti, domethënë edhe unë ndjem sikur po i afrojm pushimeve dhe jam pak më edhe pse te pushimet e mia si vjet do desha të filmoj, e vërtet as vjet nuk filmova, po si vjet kisha qef të filmoj. Nuk kam vendosur akoma apo do i marr pushime apo do filmoj. Do i shohim këtë pjesën, besoj që do filmoj, por nuk e premtoj. Në bazë të gjendjes time psikologjike do vendos pak më vonë. Nuk po i them këto gjëra të justifikojmë, si ju thash, u përgjigjet ju te komenti në vendin tim, kështu që nuk kisha as fare nevojë të hyj të përgjigjem, po bëj një muhabet me ju që t'ju tregoj my point of view. Tani që ju tregova point of view, bëjmë fshes of view. Topa dappertutto, topa, vetëm topa këtu brenda në këtë shtëpi. Gjithë robat e tuja. Davvero? Dove erano? Gjitha robat beharit e mia, mi kishte më qefur gruaja. Nuk është e vërtet, ma sa bello, bravo. Ishte ca pantallona lino, edhe nuk po ja gjeja, e po shifja kënde, Klajdi më tha unë i kam zbritur gjërat e mia. Unë e mbaja mend që ishte një kuti me roba, po nuk e dija ku ishte. E i thash, burë është një kuti. Shqyr zotit e gjeti atë kutin, se isha e sigurt që i ka humbur. Thash kur kemi bërë bazarin, do jemi gatruar, do kemi bërë do një budallëllek edhe do i kemi hedhur ato robat. Do. Gjeta 2 euro. Leku vote shpijake.
marrë këtë toner pads, të Stajlvana e kisha marrë. Akoma nuk e kam hapur, nuk e kam përdorur. Këto janë rice toner pads, do me thënë me oriz. Janë për të hidratuar lëkurën edhe për ta qetësuar. Sot përsëri te lagja jon po organizojmë diçka, sepse pash në mëngjes që po vinin një stand që të këndojmë, që të ketë DJ sets, nuk e di. Edhe obviously duhet që të shkojmë. Edhe sot nuk e gadem për shqyqyr zoti. Crossing fingers, gjithsesi se nuk I diet asnjëherë. Me fatin që kam unë në përgjithësi, hajmë njerë në shtëpi e pastaj të shkojmë. Se po nuk hajmë në shtëpi do në hajt, do shkoj do haj budallalliqe. Unë nuk desha të ha budallalliqe, desha të ha mirë. Këmë banë super shumë erë fantastike re. Kam shenja në të gjithë këmbët e mia nga palestra. Nuk e di se si I bëj, plus kam këto si tip damarka të vogla, kapilar më duket quhen, që të shajnë te lëkura edhe duket damari. Nuk është damara jo, është diçka tjetër. Duhet faktikisht ta shoh, ta kontrolloj, të bëj një research të mirë edhe t'i heq në një pikë të jetës time. Ato vetëm shtohen, nuk është që mund t'i bësh kush e di sa shumë gjëra, por ato që kanë dalë të paktën t'i heq deri tani. Thjesht I kam realisht shumë frikë gjilperat. E kjo më duket me gjilpera bëhet. Ne gratë e shkreta, ç'a duhet vuajmë? Shikoni çfarë gjeta në Tigota. Është kjo e famshmja e Sol de Janeiros 62-shi. Gjeta këtë në Tigota. Më duket është më e madhe se kjo. Kjo është 150 ml, kjo është 90 ml. Nuk kanë të njëjtën parfum, ngjasojnë njëra me tjetrën. Kjo është markës Adidas, që as nuk e dija që Adidas ka body mist, por është shumë e mirë. Edhe kushton 8 euro, 9 euro, diçka të këtill, post 10-çes. Kjo ishte 20 euro. Tani këtë nuk e kam vënë që të di sa zjat, por në përgjithësi body mistet nuk ka se zjasën kush e di sa. Nuk do më shkonte kur mendja të kërkoj për këto bodimista ditës, pash një gocë edhe unë italiane që kishte marrë në Tigota I thoshte që I pëlqeven shumë. Kishte nuanca të ndryshme, mua më pëlqevi, më duket më shumë kjo, më duket. Ishte edhe një tjetër që më ngeli fiksim, gjithsesi, po jeni të interesuar I kontrolloni mbani herë vetë dhe çdo njeri atë që preferon, gusto janë këto në fund të ditës. Por po, check it out, sepse shumë e mirë, edhe e lirë. Ai Shakira, let me take this out. E kaloj nga I gjithë fytyra kështu. Gjena ma beri kështu, por më luevi kur erdhëm në Shqipëri për bazarin, edhe e mësova. Kisha marrë unë edhe këta kremin hidratues, që është The Round Lab, marka e këtit kremit, që është I preferuari im like ever. E thash po marr edhe kremin hidratues. Nuk më pëlqevi shumë të them të drejtën. Thjesht nuk bën për lëkurën time mendoj, ka këtë konsistencën. Si t'ja u tregoj tani. Unë do I desha të jetë konsistenca pak më liquid. Më duket që shumë e mpiksur për gustot e mia kjo. E më duket sikur nuk më hidraton aq sa do desha. Kam nxjerrë që dje një shpule, kështu që çfarë do lloj gjëje që të bëjmë, do jetë një mix me këtë. Buri ka nxjerrë Xhiro Lulushin, I cili nuk deshte fare sot të dilte Xhiro, që normalisht kur e nxjerrim Xhiro, gëzohet. Sot vraponte nga ana tjetër. Po I tureshim nga mbrapa derisa t'i vëm atë, ta lidhëm që ta marr ta nxjerr Xhiro. Janë qenkat që vuajnë vapën sipas meje shumë. Do zjeja edhe ujtë se dua të bëj një recet me pul, me kuskuse dhe me verdura. Nuk di për masat eksakte gjithsesi, kjo gjë më ngatron. Do bëj edhe një si tip salce me kos grek, limon, senape. Nuk e di po do më pëlqej, por ne I provojmë. E dini çfarë duket shumë e mirë në sy në pamje, shumë kremoze. Okej, Google spenjë tim. Shumë e mirë. I vura 200 gram kos, një luk vaj, një luk senape, gjysmë limoni, I vura kripe dhe piper. Nuk kisha erza që t'i ve. Mund t'i vini brenda mente, prezzemolo, koper, plus kam prer kastravece e domate, që do I ve brenda te kuskusetoja. Do ve edhe feta, dhe se përfundim do shtojmë pulën edhe salsën edhe it's ready, e duket shumë yummy. Duket një mrekulli. Like, më lumshin këto 2 doçkat. Qa të themun? Qa të them? Ka kolabor. Ta provoni, shumë e mirë. U veshën, u bërën gati, nata e bardhe quajnë. Edhe bënin edhe në Greqi këtë natën e bardhë, që rinin dyqanet hapur, deri vonë dark, edhe kishte kështu aktivitetet të ndryshme. Oh, so beautiful. Thank you. Kjo është kops këtu. Ajo është kops, po. Arrim në shtëpi edhe shohëm te parkimi një lepur
gjigant. Mundua Klajdi ta kap, ta merrnim, na iku. Ishte gjigant, njerëz, gjigant. Dhe me që nuk kapëm lepurin, Klajdi po vjet fiq te komshiut. Shikoni sa shkokra e fiku të re. Shife fiku të. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Mëngjezi i Burit që është me avena, mëngjezi i Angelës që është kë. Ja edhe kolacioni lushes. Kolacion amerikane. Djem, aty që dolëm, ishte edhe kushuriri Klajdit me gruan e vet, ishte edhe një çift tjetër shqiptar që flasëm, pim kafe në mëngjezi të njërë bashk, edhe na thanë që sot do shkonin në një liçen apo lum. Liçeni e lumit e truri janë në njëjta gjë. Po të rita mendoj pak e kuptoj diferencën, por në fillim nuk e kap. Dhe faktikisht qef kam të shkoj. Shumë. Detin e kemi shumë larg, ky lumi ishte pak më afër. Në lum më duket e ka edhe lushe pak në kollaj të vita marrë me vete. Gjithsesi, nuk e di çfarë do bëj. Se edhe jam zgjuar vonë, besoj që ata janë xha nisur tani. Ne kemi haruar të pim kafe, por edhe kam të pastroj shkallën e pallatit. Është java ime. Edhe kam të filmoj 2 reelsa edhe një video për YouTube, një bashkëpunim për YouTube që duhet ta dërgoj për aprovim. Edhe u gjë javën tjetër jam në Shqipëri. Këto punë duhet i kem bërë para se të ik në Shqipëri. Edhe sot e dilesh vetëm në ditë që kam me Klajdin në shtëpi, mund të më jap një dorë që ti heq qafe. Se okay, sot do i filmoj brenda këtyre ditëve, do i editoj pa ti dërgoj për aprovim. E po i ka sot te lumi. Nuk do e bëj këtë gjë. Po unë e kisha lënë që ta bëj sot. Edhe puna ka prioritet nga njëra anë, nga ana tjetër shefi im thotë ik te lumi. E nuk e di çfarë të bëj. Pastaj mendoj që për të ikur te lumi duhet edhe të filloj të përgatis ndonjë gjë që të marrim të hajmë ose të ikëm të blejmë diçka, sanduiçka, picat vogla, gjëra të kemi me vete. Nuk e di fare. Fillovi me fiq. Edhe e shikoni pak nxirjen që ka bërë burim në makinë. Ka bërë nxirje muratori shqiptar. Gjysmi krati bardh, gjysmi si. Unë nuk jam martuar me Suvaxhi, me Hipsosanidhaxhi. Nuk, jo, jam martuar me menaxher e prapë shoh si murator. Por kur je në makinë nget, ngri mengë të paktën. Njerëz, unë e provova këtë fikun. Edhe më pëlqevi, është shumë e mirë, është ëmbël, por unë kam frikë që po e han Klajdi kështu. Kam frikë që thjesht e kputin nga pema e pa han. Do më thash ku ka gjë më të mirë. Nga njëra, nga ana tjetër, ai komshiu atje ka ashtu karoceria, ka ashtu me makina. Çfarë lidhje ka? Ço ku e di unë tymrat, gjërat e atyrve, po i bën diçka frutave pema. Shkallën e bera, tani do ik të bëj flokët që të filloj të filmoj reelsat edhe gjërat. Sa shumë kohë kisha pa bërë flokët kaçurela. Kan kaluar javë besoj. Ditët që do të më rin bukur flokët kaçurela, nuk rin. Është nga ato ditët. Pa, sa mu shkonja. Edhe do i shikoni këto gjërat që do filmoj së shpejti. Filmova, tani më ngelet e editoj. 27 gradë pikë 8 në shtëpi. Aha, sa hati 12 me kefir aty me PlayStation, me kondicionerin non-stop. Mund të më sjaroj diku si ndodh kjo? A e hodhe. Nga ky trendafili këtu, nga ky këtu. I kishte rënë trendafilit, pjesa sipër me kokës, ishte këtu. E kisha lënë këtu t'ja u tregoj ju, po e ka hetur buri. Si bëhet kjo gjë tani? Si mund të bjerë vetëm koka pëlltup? Kur janë kaq mirë të mbajtura e të ngritura edhe psi. Haha, rroba të tjera për të larë. Do kaloj tani pak files ato që kam filmuar. Ti hedh një sy të shpejt që çdo gjë është në rregull, që nuk ka bërë skena autofocus, që dëgjoj zarimet e gjitha këto, që ta flem mendjen. Por ora, me këto me ato, ka vajtur 6 pasdites, po doni ta dini. Kështu kalovi edhe sot e diela në përgjithësi. Edhe një reel nuk e kam filmuar akoma. Edhe nuk kam edhe oreks ta filmoj tani t'ju them të drejtën. Fare, zero. Kështu që mund ta le për brenda javës. Edhe pse, si u thash, nuk desha ta le për brenda javës. Gjithsesi, it is what it is. Po mendoj sa bukur do kisha kaluar te lumi. Në zor po pres të vim pushimet. E tani që do vim në Shqipëri nuk besoj që do kemi kohë të shkojmë në plazh. Vetëm brenda ditës. E brenda ditës ku do shkosh? Deri në Durrës do shkosh, se vend tjetër nuk e ku të shkosh afër me Tiranën. Duke kontrolluar, duke pirë edhe neve një kefir. Gjeta këto, gusto multifruti. Dhe po kontrolloja këtë tabelën këtu në përgjithësi, që ju thot ingredientet. Edhe e mbani mend që më tha të marr kefir bio dhe jo me fruta, duke qenë që ato me frutat kanë më shumë përqindje sheqeri apo karbohidrati, edhe njërin e tjetrën. Gjeta këtë markë me multifruta që ka sheqer 3.8 edhe karbohidrati 3.8, që ka edhe kefiri bio, i bardhi, i thjeshti. Të tjerat që po mirën kefir edhe ato të voglat kishin brenda 11 gram nga 3.8 që ka kjo. Kësaj radhe në supermarket i kontrollova një nga një kefira. Një nga një. Ja kam lexuar tabelën të gjithave. Derisa gjeta këtë, dhe kur gjeta këtë, nuk e besoja dot. Thash, jo, kam bërë gabim. Edhe kapa të lexoje të tjerë, por nuk kishin bërë gabim.
Kështu që gjeta zitjen e keferit. Më masakruan. Më kanë ngrënë kudo, më kanë masakruar. Dola jashtë, me ka ikur efekti autani tani që kam vënë që në mëngjes, edhe më kanë masakruar mushkonjat. Po edhe një unboxing që është për këtu una. Hulja njerës, në ka rritur hulja. Ulala. Nuk dua të bëjmë eri për sëritshme, I dini vetë këto. Kemi edhe kodin tim ANTHP15 për të gjitha blerjet tuaja. And let me show you guys what I've got. Atëherë, po, është një varse. E ka Ileana këtë varsen, ka shumë summery vibes kjo tani. E ven edhe duket kështu, ka perlat, detajet gold, ka edhe këtë zemrulkan, shumë e bukur, mega approved. Besoj të tjerat janë të gjitha unaza, ta e blen si një unaz, por është set me 2 unaza. Ka pak vibe wedding proposal kjo si unaz. Është kështu e madhe. Dua të heq lëkurën time në këtë moment, nuk po duroj dot. Mora këtë unaz se kjo besoj do pëlqej shumë ketulës time. Se është gjitha me detaje lulka, partikolare nuk është kjo, nuk e kam parë domethënë si dizajn. Edhe është edhe elegante, nuk është super e trash. E fundit pastaj që kam marr, super stilim kjo. Kjo është një unaz me trash, që më pëlqen ta ve te ky gishti këtu. Edhe në kombinim më pëlqejnë shumë këto. Për dark, ore edhe për mëngjes, I don't care. Pse jo? Yll të bukura që të dyja edhe këto. Edhe kjo ngjyra që kam bërë të thonjë shkon me çdo gjë më duket, më pëlqen. Do ja ulej të gjitha e dini poshtë te description box. Shikoni njerëz si kam përfunduar unë këtë jetë. Ke gjakun e ëmbël moj. 9 çpime. Ne, do desha që të thjesht jetë insekti radhës që të bëhet extincted. Po, Ajo që do shduket nga bota. Buonasera, volevo ordinare 2 pizze, una diavola e una margherita. Vaj ti burit të marr pizza. Unë jam ulur këtu poshtë sepse kam vënë 3 kg antimushkojnë tani edhe nuk dua të bëj pis divane. Por ja pak në Instagram janë të gjithë në plazh. E po kuptoj që jeta ime ka marrë një rrugë shumë ndryshe nga ajo që do duheshe. Faktikisht do duheshe në këtë moment jem në Majorka, në Minorka, në Spanjë diku, në Portugali, në Lisbona. Sigurt jo, te fshati ku jetoj unë. Nuk e di çfarë vajti keq gjatë rrugës që përfunduam në këtë pikë. Plus nesër është data 30 dhe nesër na merr shteti taksat, lekët e taksave. Kështu që nesër është dita, ngelemi pa lekë. Çfarë kemi punuar gjithë vitin, nesër gjysmat fluturojnë. Të dy bashkë me Klajdin, që kemi një, paguajmë nesër një shifër me 5 numra. Të mbysëm dhimbjen që nesër do ngelemi pa lekë. Nga dita tjetër, ora është 10 që do me thënë sa po ktheva nga palestra, faktikisht unë ju mora me vete. Vajtë në palestër, po nuk e ndesa kamerën se kishte shumë njerëz sot që nuk I njihja në përgjithësi, nuk e kisha parë më përpara. Edhe ishte një nga ato pak herë që ndjeva në siklet, sepse unë duhet ta dini që nuk para ndjeme në siklet, duhet qenë që po e bëj kaq vjet, nuk para futem te në faza që bobo po më shohim çfarë do thënë njëri tjetrën, po sot realisht thash, Prandaj edhe nuk ju tregova fare skena nga palestra, por palestrova. Look at this strong girl. Not at all. Sot opciova me e varfër si thash dje, ne ishin marrë lekët e taksave me mëngjes, nuk e di çfarë ore. Do me thënë kam pritur të shkoj ora 00.01 edhe I kanë shtuar direkt. Shpresojmë të paktën të marrim realisht pension për të rritemi, po ngelemi pa pension. Se paguajmë që paguajmë, paguajmë kot. Duhet të bëj dush, por duhet edhe të fshi shtëpinë. Të fshi një shtëpinë, të djersiten mirë, pastaj ta bëj dushin. Ma arriti mesazh që do në vi një pako deri në orën 1, edhe është një pako e rëndësishme. Kështu që unë tani nuk mund të hyj të lajm derisa të arri pakoja, ose derisa të arri Lajdi që të presa I pakon. Shpresoj që buri për gjysmë ore vjen në shtëpi, kështu që po filloj të përgatis një kuskucun për drejt, se përveç të tjerave po më hahet ekstrem shumë. Ta heq mendjen nga qelpi që kam sipër meje, që s'po e duroj tani dot. Kam të laj edhe dushin, përveç se veten. Mua, kjo gjëja këtu, më ka volitur tepër shumë për të prerë verdurat. Po gromsitem, po çfarë po gromsitem, nuk e kuptoj dot. Kafen vetëm që kam pirë mëngjes, në zot e di tani. Erdi pagoja ime e shumë pritur. Kontrolloj, është mirë, çdo gjë në rregull. Më bleni një gotë në Vinted 3 produkte. Po, kështu që po ja përgatis tani. Jam bërë biznesmen e rrezikshme una. Janë gjëra që nuk më bëjnë. Prandaj shes. Ose më rinë të gjera, ose më rinë të ngushta. Ky fundi për shembull është yll. E kisha marrë nga Comensi. Ari I gjerë. Kështu I gëzon dikush tjetër, edhe në çmime super ekonomike. Look at this, so cute.
Përgatitëm mbrap frutka që të bëjmë amita. Mora mjaft shumë kësaj radhe që vajtëm te Mercato, shohëm sa do dali. Nuk e di se edhe radhën e këtu nuk ishin pak. Shohëm, se thash këtë javë është edhe Klajdi në shtëpi, kështu që Pa kam sport, son të jap spektakël në futboll. burrat e kanë këtë gjën që janë të fiksuar vetë me futbollin, vetë. E them për veten e tyre unë. Ku do kisha arritur unë, po mos kisha pësuar ashtu te gjuri. Nuk thash atë. Mirë. Nuk e thash kur atë. Cristiano Ronaldo ho. Veç burim i thot këto gjërat, se më duket që çdo çun ekzistojës në botë bën këto muhabetet. Më duket që të në gjithë. botë andëron jetë aty. Ta vjen në frigo këtë. Më japësh kot. E do një gotë tani? Po. Po shkojmë edhe shpejt të blejmë pak mish. Duke qenë që konsumojmë pak mish, i thash Klajdi të mundohemi mos e marrim në super, ta marrim direkt te kasapi besoj quhet po. Çan ka mbyllur të hënat? Ishte dje e diel hapur, e sot është mbyll. E kisha ditur do vija dje, po dje supozova që ishin të mbyllur. E thash shko nesër. Tani e ka menduar unë keq apo e bëjnë këta në të kundërt, se nuk po kuptoj. Përgatita pak oriz që ta ha me tonu. Burim ka ikur dhe unë kam vend të shoh një serial, kam filluar një serial që thon që unë kam shumë kohë që nuk po ndjek me serialet. Nuk ka dalë diçka që të më pëlqej super shumë. Edhe mund të filloj ndonjë serial që është easy kështu duke ngrënë bukë, si Ginny e Georgia. Por nuk e si të shmendem ose e ndjek me ndonjë pasion të madh. Por ka dalë një tani në Netflix e re. Edhe është misteri me polici, me crime, shumë e bukur. Kishte shumë kohë të dalë serial kaq i bukur, sipas mendimit tim të paktën, okay? Po juve keni ndonjë që të më këshilloni, po i pres. Është kjo këtu Dept Q. Nuk dua t'ju bëj spoiler tani, por është një serial ku një tim mundoj të zgjidh mistere që kanë ngelur me vite të pazgjidhura. Ç'po ndodh këtu? Po ju flas kështu kaq orë. Edhe kështu do e mbyllëm ditën para shumë.